Shërbimi ndaj personave me aftësi të kufizuar mendore po njeh përmirësim. Kryetaria e shoqatës Vitore Toma tregon se shoqatat, por edhe institucionet po bashkëpunojnë për ofrimin e shërbimeve të reja. Nga ana e institucioneve në fakt ka filluar fije për arsye se afrojnë ndihma mjekësore për sa i përket psikologëve, janë hap edhe disa qendra, bile një ndërtar fondacioni që është me Fabricion, që i lehtëson këto prind. Një paradite, me fjalë, 8-4, ata janë të angazhuar te ky fondacion dhe i lehtëson punën e prindve. Toma shton se pagat për familjarët kujtestar janë të vogla, ndaj kërkohet angazhim ligjor për zgjidhjen e këtij problemi. Paga është e vogël, për sa i përket tyre se këta kanë nevojë për ilaçe, kanë nevojë edhe që janë zhvilluar, dojnë edhe ushqim më shumë. Në asjenë të zëtë edhe me dasht me minimu në smuntim punës mu angazhu kërkun se do të rrimë afër fëmijëve. Shoqata e personave me aftësi të kufizuar mendore regjistron rreth 200 familje, një numër i konsiderueshëm duke marrë parasysh vështirësitë me të cilat këto familje përballen çdo ditë.